Në tryezën e Këshillit Bashkiak ka mbritur një projekt vendimi datës 19 qershor 2026, i cili kërkon të jap shoqërisë private Urban Transvlora një subvencion masiv. Argumenti zyrtar inflacioni. Administrata pretendon se nga viti 2022 deri në 2025, inflacioni është rritur me 18.3%, ndaj Bashkia duhet të mbulojë nga taksat tona plot 73 lekë të vjetër për çdo bilet të shitur. Kjo do t'i kushtojë buxhetit të qytetarëve vlonjat plot 50 milion lekë të vjetër vetëm për 6 muajt e mbetur të vitit 2026 dhe për vitin 2027, një faturë e kripur prej 100 milion lekësh të vjetër. Por edhe nga pikpamja administrative, kjo lëvizje është e parregull dhe e palishme. Në relacionin zyrtar, Bashkia shkruan e zeza mbi të bardhë se po e mbështet këtë vendim mbi kontratën me numër 1382, e cila mban datën 20 shkurt 2027. Pra, një dokument zyrtar i qershorit 2026 i referohet një kontrate që supozohet të nënshkruhet vitin e ardhshëm. Si mundet Këshilli Bashkiak të votojë dhënien e 100 milion lekëve të vjetër në vit, bazuar në një dokument fantazme që ende nuk ekziston në kohë. Kjo tregon ose një neglizhencë të pafalshme administrative, ose një nxitim për të kaluar fonde me çdo kusht. Po pse po e financojmë me para publike një kompani që nuk është në krizë? Le të zbresim tek matematika, aty ku shifrat nuk gënjejnë. Bashkia kërkon të jap kompanisë Urban Transvlora 100 milion lekë të vjetër në vit për ta shpëtuar. Por po të shohim bilancet financiare të deklaruara po në këtë dokument, realiteti është krejt tjetër. Në vitin 2023, kompania e transportit shiti 1 milion bileta dhe regjistroi një humbje të konsiderueshme prej 56 milion lekësh të vjetër. Ky bilanc përputhet me logjikën e biznesit, një volum më i ulët pasagjerësh gjeneron më pak të ardhura. Një vit më vonë në 2024, situata ndryshoi rrënjësisht. Me rritjen e ndjeshme të numrit të pasagjerëve në 1.520.000 bileta të shitura, kompania doli me një fitim të pastër për 20 milion lekësh të vjetër. Të dhënat vërtetojnë se pragu i 1.5 milion biletave e kthen këtë shërbim në një sipërmarrje fitimprurse. Por anomalia ekonomike ndodh në vitin 2025, sipas vetë dokumentit të Bashkisë, kompania shiti plot 1.5 milion bileta atë vit. Kjo është një shifër pothuajse identike me vitin e saj më të suksesshëm, 2024, me një diferencë krejt të papërfillshme prej vetëm 20.000 biletash më pak. Megjithatë, pavarësisht këtij volumi të lartë udhëtarësh dhe një norme inflacioni vjetor prej vetëm 2.7% në atë vit, shoqëria deklaroi papritur një humbje prej 7.2 milion lekësh. Po pse duhet që Bashkia të marrë 100 milion lekë të vjetër nga taksat tona për t'ia dhënë një kompanie që regjistron rritje të numrit të pasagjerëve dhe si rrjedhim edhe të fitimeve, pavarësisht nga çfarë deklaron? Ky nuk është më një subvencion për të mbajtur gjallë shërbimin. Kjo është një injektim i pastër parash që i garanton një private një superfitim artificial të pamerituar. Për te i letrave të kopësitura keq dhe parave publike të shpenzuara me mos përfillje, qëndron në realiteti i përditshëm i qytetarëve tanë. A justifikon cilësia e Urbanëve në Vlorë këtë lumë parash publike? Të gjithë që e kanë përdorur të paktën një herë Urbanin e dinë përgjigjen. Ndërkohë që flitet për miliona që kalojnë nga buxheti i qytetit në llogaritë e kompanisë Urban Vlora Trans, qytetarët vazhdojnë të përballen me një shërbim që lë shumë për të dëshiruar. Buxheti i Bashkisë së Vlorë nuk është një thesar pa zot, ku parat mund të shpërndahen bazuar në kontrata që vijnë nga e ardhmja dhe bilance që nuk justifikojnë krizën. Të votosh pro këtij projekt vendimi do të thotë të mbyllësh syt përpara një abuzimi të hapur financiar.